ikadibila, oni nikome ne rekli stop. Posle sretan mene mi zove, sretan kaže imam neki posao, daj mi jedno 20.000 eura. Kaže posle godinu, 2 godine, ajde që ti pomogëm nešto što nam. Sigurisht që unë se kam lënë me pagu darkën apo drekën ata, sepse... Këta zyrtarët, atë kanë kërku në herë pare? Po, Sreteni, dhe më thonë, më ka kërku bazin. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Ndërtimet pa leje në zona turistike të Kosovës në vazhdimsi janë mbështetur edhe me afera të korrupsionit. Ju kujtohet që në dosjen e Brezovicës, Midëndja kishte mundësuar mbi 700 ndërtime pa leje në një zonë të mbrojtur dhe përfitime prej më shumë se 20 milion euro për pushtetarit e Shtërpcës. Tani jemi në zonën e Novobërdës. Prapa meje ndodhet një kompleks me 130 villa, të gjitha të ndërtuara pa leje, ndërsa komuna Novobërdës nuk ka ndërmarrë asgjë për t'i parandaluar. Villat janë ndërtuar nga 2 ish ortakët, Labino Tregja dhe Bekim Hallaçi, dhe ndërtimi ka ndodhur në kohën kur Novobërda qeverisej nga kryetari Svetislav Ivanović. Svetislavi e ka vëlla Sretenin, i cili po ashtu ka një post të rëndësishëm në komunën Novobërdës. Sreteni është shefi i administratës. Po çka lidhen këta 2 emra me ndërtimet në Novobërdë? Sipas ligjit, ndërtimet pa leje duhet të ndalohen nga komuna, por vëllezërit Ivanović nuk kishin bërë asgjë për t'i ndalur Labino Tregjin, i cili po ndërtonte në këtë zonë. Krejt kjo situatë sqarohet tash në vitin 2025. Ekipi ynë ka siguruar një video incizim në të cilën i akuzuari për ndërtime ilegale, Labino Tregja diskuton me ish kryetarin e komunës një shumë prej 20.000 eurosh, të cilën ai pretendon se ja ka dhënë vëllait të ish kryetarit. Incizimi është i qartë. Ndërtuesi, që sipas prokurorisë është ilegal, ka pasur muhabet të mirë me vëllain e kryetarit. Muhabeti ka qenë aq i mirë sa Labinoti atë përmend se ja ka dhënë 20.000 euro vëllait të kryetarit. Në incizim, përmendet që parat janë dhënë si huazim, po edhe me e kry ai punë. Biseda zhvillohet në një hapësirë publike dhe në të flitet për ndërtimet të cilat ish kryetari dëgjohet se i përkrasit e tilla, ndonse ishin pa leje. Ne govorim nikome ne. Ja sam ti posle mene smo se vidjeli sa tebe, tačno. Smo se vidjeli, ti si mi rekao, super dobro, šta ima neko da investira ovdje, super, bravo, šta investirate, samo radite. Dobro, nisam rekao da radi, nego sam rekao da, mislim, zašto? Rekao sam, i tu sam siguran da je tako bilo. Rekao sam da ste zakasnili što ste se obratili meni. Ne sad da ste zakasnili, da ste trebali prvo meni. Ne ja sad sebe da pravim nešto visoko. Nego čisto da ja 5 puta možda prolazim na ovaj put. Ne vidiš. I vidim da se gradi. A jedan put nisam došao ni da vidim. Ti si imao direktora. Sve što i mala služba tamo što radi i kako radi, uopšte nisam imao pojma. Ali vi ste izgradili. Posle toga smo pričali, već bilo postavljeno sve. Izvini predsjedniče, ne bili sve. Mi smo pravili papire... Ja ne znam koliko ste vi, koliko bilo, ali bilo mnogo bilo. Ali mi smo pravili prvo, mi smo donesili papire. A dobro. Posle smo doneli, ne sam došao ja da pričam s Bogom, ja ti kažem šta da... A što je dalje sad? Sad što ti kažem. I kad je bila, oni nikome ne rekli stop. Niko, nikad. Kad smo nejeo papire, nikad. I to, znaš, da nema stop, nema ništa. Posle Sretan mene mi zove, Sretan kaže, imam neki posao, daj mi jedno 20.000 euro. Ja mu kažem, kad će mi vratiš? Kaže, posle godinu, 2 godine, ajde që ti pomogëm nešto što nam. Për ta sqaruar shikues të nderuar, Labinoti e përmend në takim qartë se askush nga komuna nuk e ka penguar në ndërtimin e tij pa leje, ndërsa gjatë kohës kur po ndërtoheshin villat, ai pretendon se ishte thirrur nga vëllai i kryetarit, i cili kishte marrë 20.000 euro. Parat, sipas deklaratës së Labinotit, ishin marrë në emër të një huazimi, por edhe të ndihmës të ndonjë pune. Biseda vazhdon të qartësoj tutje situatën.
Tash, kur Labinoti është i akuzuar për ndërtime ilegale, ai pretendon se parat nuk po i kthehen. Ja sam dao njemu 20.000 euro. On je mi vrati, ja ga zovem njega. On je mi vrati. To je Huazim, kako se zove srpski, što ti kažem. Da, ja sam dao njemu 20.000 euro, ne mi vrati. Ja ne sam dao njemu da mi pomogne mene, se ne mi treba da pomogne. Evo, srpski, tradicija. Ja ga zovem svaki dan, neće da albanski, izvini, samo da vidim tradukcion, se ne znam kako se zove srpski. Ja pričam francuski. To trebamo da mi pozove mene, da mi vrati pare. Ja sam mu dao njemu Huazim. Da, i molim da nema problema, da zovem ja gazeta, da zovem to, da mi vratite pare, kako smo se... Evo, Huazim. Huazim je srpski, evo. Razumiješ? Ja što ti kažem? Zaduživanje. Da, ja sam mu dao, imao potpis na govu, mu dao Bekim, ja ne sam bio tu, Bekim, taj moj, ja imam potpis, ti treba da pričaš sa njega, molim te da mi vrati pare, se ne je to dobro. Ja sam ga zoveo, slušaj, sam ga zoveo, evo, Sretan, Dega, evo gledaj, Sretan, evo, Sretan, ja za to sam te zoveo više. Sada, koji je kriv, to je kriv, ja sam radio, ja ne sam pravio nikoga loše čovjekom, Sretan, a? Ja, ti si mene, evo, daj mi, evo sam rekao, molim te, da mi vratiš sa 20 euro. Nema. To je novo, to ja nisam znao. Takimi ku diskutohet për 20.000 euro është realizuar gjatë vitit 2025 dhe në të merr pjesë ish kryetari në Vëbërdës Svetislav Ivanović dhe Labinot Rexha, një person që është i akuzuar për ndërtimin e 130 villave pa leje në Novobërd. Ish kryetari në takim i potencion Labinotit që nuk ka ditur për 20.000 eurot, por të dhe na tregojnë se villat u ndërtuan pa u penguar edhe gjatë kohës kur Ivanović ishte kryetar. Izvini, ti za mene nikad ne, izvini, hoću ti kažem iskreno, ti nikad ne si tražio pare mene. Izvini, Nisam ulazio... ja nemam dokaz, ali svi oni tražili mene pare. Svi, kad me vidjeli sa Ferrari, svi oni, od A do Ž. Ne sam ništa kriv protiv vas, ja sam hteo samo kad mi uzmu Sretan, ne sam Bogom, ja respektiram puno, Sretan mi uzme 20.000 euro, Huazim, kako se zove? Da mi vrati. Da mi vrati, molim. Ako ne, trebam Barbarus. Evo ti. Ja nemam trgovačku da radim. Molim te. Evo ti. Hoću da razgovaram, ja za mene molim, ja nisam... Imam potpis, šta mu dao Bekim. Od banke sam maknuo Bekim, se Bekim malo pre od banke, kako sam malo moje posao, sam mu dao 20.000. U Albi mal, kati imam mi, možda uzmem, nema sada, imam potpis ja nego, da mi vrati, molim te. Toliko. Izvini šta si... Izvini ti što... I on traži da kupi jednu kuću, znaš? I tako. Izvini, ti si za mene respektiran na maksimum. Ti si pravi čovjek za mene. Një bisedë ku ish kryetari i komunës së Novobërdës diskuton me një të akuzuar për ndërtime ilegale në këtë komunë është filmuar në vitin 2025. Atu flitet qartë për një borxh të cilin ndërtuesit të cilin prokuroria e quan ilegal i kishte dhënë vëllait të kryetarit. Sreten Ivanović, që i akuzuari për ndërtime ilegale Labinot Rexha, pretendon se ja ka dhënë 20.000 euro Huazim, është person me ndikim në komunën e Novobërdës. Pasi, ai është udhëheqësi i administratës, pra, për të qenë të qartë, dy vëllezërit Ivanović kishin rol të rëndësishëm në komunë, ndërsa njëri prej tyre pretendohet se ka pranuar të marrë 20.000 euro borxh nga ndërtuesit të cilin prokuroria e quan ilegal. Personi i parë që kemi kontaktuar është Labinot Rexha. Ai mohon që parat janë dhënë për të korruptuar zyrtarët, duke pretenduar që kjo është vetëm një borxh i cili herdokur do të kthehet. Çka është më rëndësi është që prokuroria e shtetit u njoftua për ndërtimet pa leje vetëm kur në krye të komunës erdhi kryetari i ri. Labinot, jemi këtu me fol për ndërtimet pa leje në Makresh. Apo na tregon fillimisht pse zgjedhe me investu në Makresh, edhe çka ke ndërtu konkretisht? Pari do thotë nuk ka një shqiptar që jeton në diasporë që nuk ka dëshirë të investon në vendlindjen e vet. Tu ulëm tu ishte koha e pandemisë,
edhe si shaka e kemi nis me bekimin, me disa miqt, edhe unë i kisha disa banesa rreth Prishtinës të mia, sepse gjithmonë kam punu, vllau, motra, nëna, i djere babai tim ka qenë një biznesmen shumë i madh, domethënë prej vitit 1991 deri sa ka vdek, 17 korrik 1998, atëherë kur ne humbëm gjithë që patëm. Domethënë bi 4-5 ushqimore, që kemi pas bi 50 persona që kanë punu për ne, makina, kamiona, krejt ajo u bë shkrum për një ditë. Domethënë gjithë pasuria, ndoshta 1 milion që kalon babi im, domethënë që ka pas ushqimore, gjithë ajo u zhduk për një ditë. Duke pas parasysh domethënë që kam pas, më kalon edhe trashëgimi baba im, sigurisht disa toka, disa vneshta, edhe që kemi punë në Zvicër, unë kam posedu disa banesa dhe kur e pash që është vend i mirë aty, edhe thash pse mos të investoj. Edhe i shita banesat mia, i pata një Rauvez, disa Fush Kosovë, Bujanovës kom pas 2 banesa, i kam shit gjitha, edhe kam thirrë era e parë, kam thirrë avokatin tim, Burim Halilin, të konsultohem pak, edhe e kam, domethënë, edhe e punon edhe patushmëri, ACES, edhe kam thënë çish mi shit banesa, edhe du me ble tokë. Edhe kjo ka qenë ajo, pa pyetur fare, as familjen, as bashortën, as kënd iq. Edhe kemi bë takimin e parë, kemi bë me Bajrush Ymerin. Bajrush Ymeri më ka përqafu, ka thënë shiqe që erdhën shqiptarë me investu në këtë rajon, sepse ka mungesë, edhe mund ka arë shumë mirë. Edhe kam shiku qysh me bë destinimin e tokës. Në sendin e parë, tani ka arë një ftesë prej ish kryetarit. Më thënë edhe zaves kryetarit ka qenë, apo nuk e di, sekretar i komunës Sreteni, edhe vllau i tij që ka qenë president kryetari i komunës Novobërdës, as Artanës. Prej kujt që shterë kërkesa për takim? Më thiri ai, domethënë, edhe më tha, shumë mirë, të falenderojmë shumë që ke zgjedhur këtë vend, me investu këtu, ky vend mungon investimi, domethënë korrekt, edhe një investim tamam ashtu si duhet. Edhe unë e pash, domethënë të arsyeshme me janis me dokumenta. Ne në janar, me 9 janar 2021, edhe me 11 janar, me 10 janar, në emër të tokës që ka qenë Gjatë Silemani, në emër timin Labinot Regja, njerë tokën e kom pasë, unë në firmën e kom regjistru për 1 mars 2021, në ARBK. Ashtu si duhet, se s'kam ditu, në firmë kom pasë vetëm BI, Labinot Regja si këngëtar. Edhe ne kemi si pas kushtetutës, nenit administrativ 101 dhe 102, ne kemi dërgu kërkesa, aty thuat shumë qartë dhe shumë mirë, dhe më thënë në pas 35 ditë, deri 45 ditë, heshtja është pranim. Fjallën e ki për kërkesat për leje ndërtimore, apo për ndrim të destinimit? Destinimit, po. Edhe ndërkohë kemi prej zotërisë Selatinit, i cili... Jo e dërgut këtë kërkes para se mjanis ndërtimet, apo pas se fillu? Para se mjanis, jo, as një hap s'kena marrë na pa i dërgu, dhe më thonë, letra. Zotëri Selatinit, cili nuk e di çfarë pozit më banë nuk është njeri mirë për mu, nuk kam kufar vrejtje, më ka pranu si djalit ti edhe më ka uru, besa më ka përgëzu për investim. Unë nuk jam marrë se nuk e di këto gjana që shkojnë, unë marrë bëse Gjelar Zanziba, edhe i di që kam letra me së që e keni edhe ju, edhe dhe më thënë, ne kemi dërgu dhe kur ne nuk kemi pranu, pas 45 dite, ose 1 muj, 2 muj, kena prit, mu vetëm kom shku disa herë së bashku me mikun tim Bekim Allaçi, kemi shku disa herë të zotri Sveteni, po më dëgë Sveteni ka qenë president kryetar. E ish kryetari? Po, ish kryetari. Ish kryetari më ka thënë, puno edhe vazhdo. Edhe pse ju si keni pas dokumentat për... Ne kemi dërgu dokumenta, por neve, dhe më thonë, na kemi marrë një aktivitet. Me avokatin nëse vlen për kurën çështjet për ndërtim pa leje? Që kjo heshtje administrative, a jeni i sigurt që është vlen, sepse është diku një opinion që thot tek ndërtimet pa leje, kjo heshtje administrative nuk vlen. A jeni konsultua, keni marrë ndonjë opinion? Ato nuk e di, ato t'jep, do të thënë, përgjigje avokati im, nuk e di, por unë besoj që na nuk kemi nis ashtu si, sepse unë personalisht si Labinoti, unë nuk du probleme, po du me investu Kosovë atë mundësi, edhe që gjatë rrugës kam përjetu gjitha sfida që kur trupi im nuk ka përjetu, edhe kam përjetu në përkomente, sharje, fyrje, gjitha, por apet kam pas durim edhe
Ja ku më dalë deri edhe bashkimin. Mos e keq kuptoni, nuk jam kundër bashkimi, domethënë ka aty në diasporë. Me shumë të përgëzoj që ke emrin sepse ke emrin e Valon edhe vllau tim në Makresh. Faleminderit. Në Makresh jam nisë në 2000. Është dashur me pas një dokument para se më janë nisë me ndërtu. Ju keni ndërtuar 130 villa me sa. Jo, ato e kanë ndërtuar edhe vet. Domethënë edhe vet ato që e kam shitur në tokën tani parcela. Sa i keni ndërtuar ju personalisht? Unë besoj që as 100 nuk e kam ndërtuar unë. Domethënë as 100 ato e kanë ndërtuar tani ata që e kanë shit si parcelë. Ju e keni shit si parcela disa. Patjetër tani e kanë bë vet ata. Ato nuk dalin ndoshta 50 as 60 që e kam bë unë. Po duke pas parasysh që ka qenë në Allegrë, në emër të Allegrës ata edhe ka shumë shtëpia që janë brapa përpara. Edhe shikoni, kur dikush që është institucion që merr rrugë për shtetit, para me e ka ndërtu, çka të bëj unë? Më thonë, ata du të me qenë një example, një... Po më intereson edhe pak që takimet me zyrtarët e komunës. I keni përmenë edhe në këtë akuzë thuhet që një farë forme verbalisht ju kanë thënë punoni ish kryetari edhe kryetari. Në stop kryetari edhe... Ku një taku, në qëfar kohë? Keni që si të fakte, detaje? Në zyre... Ju tha që do të mu pajis me dokumente? Patjetër, a i kemi bërë ato, do të thotë. Jo me le, destinimin e tokës, do më thonë, momenti që... Pas destinimin do të me marrë dhe një leje për komunës pastaj. Po, ne kemi nisur me punu, sikur të tjerë do ty, që kanë ndërtu njerëzit kanë ndërtu edhe në tokën e shtetit. Pa qenë toka e tyre, kjo tokë është e imja, unë e kam bledë, më thonë, me pare. Është tokë private, edhe çka është më e keqe? Për cilën do të me pas një destinim. Çka është më e keqe, që është më e keqe, që në kur nuk ka pas mal aty. Më thonë, qajo pjesa ka dash zoti i mall. I kemi pa dhe do pomje më herët para se me gjiru, po është vërtet që të ka dhe shumë pak. Jo të poshtë ka në këtë anën e... Edhe në pjesën ku kemi... Shumë pak. Më të mujtë them 5%. Prej 100%, a i them që 15%. Destinimi tokës është tokë, ma pyjo. Aty unë jam garant që 1997 do një zyrtari atërshët, ka qenë një pit restoran, edhe shkruj vetëm 5, 6, s'ka lidhe e klasë 6, as 7, as 8. E kanë vlerësu labinat, e kanë vlerësu një inspekcion. Jo, unë e kam marrë dhe një inspekcion, unë e kam marrë dhe një inspekcion, edhe jemi tash të bu një inspekcion. I shkojna veç pak kronologikisht. Edhe po del që ajo në kur, s'ka qenë mal, dhe më thonë, t'jemi qatë. E keni lexuar ligjin për pyje? Pa tjetër, po ti... Edhe për tokë bujqësore, është me i pache, që ke nuk banë. Valona, ka mos i me të pyjtë, diçka. Ja, une, sot janë unë këtu për një pyetje. A keni ju leje në shtëpi tu? Sot jam këtu unë ju po. A keni leje? Nuk muj me të vërtetë. Pra, nëse përgjigjesh ti, unë jam nëse përgjigjesh ti, a më të këto s'bën me këshput. Do të më unë të pyeta konkretisht a keni leje në shtëpi tu? Se ke nis me ndërtu pa e pas një leje ndërtim. Unë kam vazhdu. Sa që keni ardhur prej Zvicrës, në Zvicër a kishit bujt me boqit veprem? Në Zvicër është 800 vjetë pa luftë, më të kuj. Shumë po shkojmë për para, na për shyre, ju du të me pas çmos me bo që diaspora me investu këtu. Nuk jemi kundër, veç nuk ka diaspora, pasha zotin tona që janë nërsa është mirë labinat. Pa cili zyrtar brenda, falë, thojza, a dini që ju zyrtar mas pari në ora 8 nuk vjen në komunë. A di që më ka thonë ky kryetari i ri e përgëzoj për punën e tij, edhe e ka një strategji, edhe është komunitetin serb për punën ashtu si duhet. E ka një drejtoratin që e ka përzgjedhur edhe nuk lejon asnjë gjë më bë pa e pyetur atë, edhe pa qenë ligjore. Ai kur e ka marr komunën në dorë, as... A është mandat ti që është ngrit kallëzimi penal ndaj juve? Mandatin e... Po. Do të thënë, a i një farë forme dhe juve ju ka denoncu për ndërtim pa leje? Dëgjo, a i ka të drejtën sepse a i punon si pas ligjit. Edhe pranon Republikën e Kosovës. Kur e keni marrë vendimin e Ministrisë... Kur s'ka marrë këtë vendim? Kur nuk më ka ardhur këtë vendim? Komuna e dërgon landën e ju i Ministria e dërgon... Kur e kemi, a bon me më të regu me cilën datë kemi dërgu ne? Do me thonë, këto është vendimi ulshuar me 17 me cilën datë kemi dërgu ne? Nuk po e shoh saktisht, dash me ditë jo. Kur e keni dërzuar? Me nodin 1 janar 2021, apo? Apo? Kur është këtu kjo? 2022. Është kushtetuese kjo? Do ne me shku me pyetje, a i më interesu. Është antikushtetuese. Këto do të jenë në avokatin. Më spari nuk është antikushtetuese. Kur kalon 45 ditë. Antiligjore, po jo antikushtetuese. Kur e keni marrë që të vendim? Nuk o marrë kur këtë vendim. Kjo ka ardhur 2023. Po ju kanë njoftu komuna që është nuk mundeni me ndërtu. Pa u krye ajo 2021 u krye këtë ndërtimi.
për sa muj ka u kryer ndërtimi? Po një shtëpi, Po alo atje ndërtohet ka pak. tash çdo kush shtëpinë e vet i ndërton jashtë, brenda. Kur e keni marrë në 2022 në fillim janar, a i keni nolë ndërtimet me hapret se... Tjetër, se na kemi pas plan me bollat e poshtë në... Për një vit i keni ndërtu krejta? Jo për një vit, por për 3 muaj është ndërtu krejt... 130 villa? Tash ata tjertë edhe ne, domethënë ata që kanë bo. 100, janë t'juja? Domethënë një punëtor, një mjeshtër me 2 punëtor, një shtëpi e bën për 8 ditë. Tash sa punëtor ka qenë aty, sa firma, domethënë kjo është ajo. Po duhet edhe njëherë me ditë sakt kur jeni taku me zyrtarët e komunës. Po. Një farë forme në këtë akuzë ju i fajsoni që ata ju kanë leju me punu. Patjetër. Tash keni denoncu çdo raste. Fëmiu në shtëpi, nëse nuk ja ek vërejtjen era e parë, era e dytë, era e tretë, ai fëmiu gabon. Edhe ne sigurisht që çdo herë konsultohemi me prindërit apo jo. Ju keni gabuar këtë rast, keni vazhduar punimet. Jo, nuk kam gabuar, se unë e kam pyet komunën, po komuna nuk më ka ndaluar mua. A ka nërë në herë inspektorat Kur në vend ngjarjes? Kur? Asnjëherë. Asnjëherë. Inspektorati qendror i pyetve, a ka në herën tjetër? Kuriç? Nuk e kum pa. Kur Se e kum pa në një raport auditorit brendshëm, ato thuhet që kanë qenë inspektorët kur s'm ka lamru, kur edhe s'm ka që kanë autorizu komunën me e bë verifikimin aty në pronave. A i keni qenë ju ndeni në herë? Jo, asnjëherë. 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 Në takime me zyrtarët publik, Po. a ju kanë kërkuar ata diçka? Sa i përket domethënë kur kam shku me thyrr në lokal, më konsultu, gjithmonë kam pas nevojë për më konsultu. Sigurisht që unë se kam lënë me pagu darkën apo drekën ata, sepse ashtu më kam mësu familjarët e mi të vjetër. Më thonë, kur e ftoj dikon, kam dëshirë t'ja pagu. Pagu dreka darka, po thoni zyrtarëve. Nuk i thash që unë kum pagu dreka darka do një pare anash. Një kafe kur ka qenë 3 euro, 4 euro, një drek, 20 euro, se kam leju une. Këta zyrtarët, atë kanë kërku në herë pare, Labinot? Po, Streteni, dhe më thonë, më ka kërku huazim, 20.000 euro. Për çka? Qysh? Huazim ju ka vit gjithka, vllau i kryetarit, jo për me dërtu në diçka. Vllau i ish kryetarit. Ish kryetarit, ka kërku 20.000 euro. Edhe i kam thënë Bekim Allaqit, i cili kom posedu në ato pare të mija, i kam thënë shkoj jepi edhe për një kohë 1 vjeçare. Ku taku, qysh ju tha, qysh ja u kërkoj? A kishit raport ashtë të ofërt, sa më ja u kërkuaj 20.000 euro? Jo, dëgjo, ne kemi pasur gjithmonë, derisa s'ka kalu kjo 1 muaj, unë gjithmonë kam pas takime zyrtare komunë. Ai ka pas çdo herë të mërkurën apo tajten për publik. Po në çdo ditë kam shku se kam kërku mu avansu kjo lënda jonë. Edhe pasim ka pa me makinat mira, kam pas jetën shumë të mira dhe sot falenderoj Zotin. Edhe artistë kanë kujtu se kjo është milionera, miliarder, ku di unë në kryet e tyre. Tani, pas një disa muje, 3-4 muje, 5 muje, kur ka pa me vllaun e tij që unë çdo në stop ka marrë. Me vllaun e kryetarit? Jo, ka marrë në takime pa për problemet e mia. Jo, s'janë probleme për me kërku leje, për me kërku gjanat që janë ato administrative. Tani na kemi marrë një akt vendim për kushtet, na kena marrë dhe leje. Bravo. Edhe nga Selatin, nga drejtori. Dëgjam, po më intereson paret, çu dorëzun? Kash ja kom dhënë, 20.000 euro ja kom dhënë kash, domethënë jo për me korruptu. Se kjo është me burgosje. Unë ja kom dhënë me huazim. Edhe me për çka ju kërkoj? Kam një problem një rasta për dora, për gishta, ku di unë, as e kom pa kur gishtat e ti. A ja u ka kthyer në herë këto 20.000? Uriq, e kam dërë edhe kam mesazhe nëse kam mundësi. Kur ka ndodhur? Kur ja keni dhënë? Çfarë do? Gjatë 2022-ën. Ashtu po do ta gjej edhe këtë, se kam në shkrimin e tij, huazim shënon shumë mirë. E kam thirr shumë herë, muna këtë kamera mu afru, e kam thirr, ne kam shënuar edhe serbisht me Google. I kam thënë, të lutem kthejmë, ja di 20.000 euro që ti ku më avuzu, nuk po paraqitet, po i lexoj mesazhe, po nuk po i kthen. Ç'kjo, domethënë, Streteni. A ja u ka përmend punën kur ja u lypi 20.000 euro? Jo. Punën, ndërtimin, villa? Jo, domethënë sepse ne kemi punu me letra. Unë i kam thënë gjithmonë të lutem kryetarit, të lutem, çka të bëjmë? Kaq ofër e kishit m'ia dhënë dikujt ditësotit 20.000 euro Labinot? Nuk janë pak? Kështu e kishin raportin e afërt?
bas luftës do thot, unë kam pas gjithmonë besim në Kosovë, po tash kam unë besimin sepse po shoh që është shumë mashtrime, shumë rëna, dalin njerëz pa më njohur mu në për gazeta, portale, sepse media ju jeni domethënë opcioni apo e katër i shtetit që para se me bo diçka një lajm, ju do të më qenë shumë sigurt sa herë më keni thirrë. Ju e dini që sa muaj jeni ti u merr, jo për vitet kalum, edhe domethënë dalin si lajmi.com, si gjithë del dikush pa njohur, pa fakte, kin se ako marr dikujt na ka ble vidh para 10 vite, unë para 10 vite s'ka ekzistuar toka, domethënë a kupton. Prandaj ju kam thirr edhe jo unë përgëzoj, i kam shku ka dalë rastin me trajtu në detaje, prandaj po insistoj. Tani ne mbas kësaj që të kthehemi në temë, unë nuk kam pas afirmitet me asnjë. Unë gjithmonë kam besu vetëm letrave. Pasi i dhat 20.000 euro apo para? Para se me dhoni, ato e shoqërore, mi ka lipo azim edhe nuk ka problem, kem pas besim. Kryetari ja u lype a vllai? Jo, vllai kryetar. Vllai kryetar. A di ke kryetari që po ja u merr? Nuk e di. Do shta jo. Më intereson Labinot, në takime me zyrtarë të tjerë, atë kanë përmenda herë parë, atë kanë kërku. Dëgjoj, ata kanë pas frikë për meje sepse unë gjithmonë jam prezantu si në shtet, domethënë pasaportin e dy që e kam Zvicran. Edhe ata kanë pas një farë frikë. Do shta me bekimin, sepse ka qenë 30% aksioner aty, tash nuk është, tash jam unë, edhe nuk do të kisha dëshirë me përfshi atë, se ajo është 100% i pa fajshëm as unë asaj, por ai nuk ka lidhje sepse ai ka qenë, muj me thënë që një punëtor im, nuk ka qenë aksioner. Ka qenë aksioner shoqëror, domethënë, e kam sepse në mënyrën thojza e kam menduar që unë do të jem gjithmonë në Zvicër, edhe me qenë këtu, do një problem, se ne nuk kemi menduar që do dalin probleme me punëtor, probleme me... Ke të thonë që ndoshta me bekimin dikush ka mujt me kërku pare prej zyrtarëve publik? Po ndoshta, po nuk kam do një lajm, nuk kam do një informat, do një fakt, por ndoshta po. Juve personalisht asnjëherë kërkush nuk ju ka lyp diçka për me kry. I nderuar, aty në komunë më herët ka dhe që janë punësuar, iq pa, domethënë, ç'është është kjo, duhet me qitë konkurse, janë pranuar, aty ke zyrtar, thonë aty shënon në ora 8, aty nuk ka kërkush para 11, një të gjithë shkojnë. Vit për vit, Labinot, ne raportojmë për problemet në komunë në Vrbë. Në gjitha ndej Kosovës, raporti auditorit gjithashtu i nxjerr telashet, e dim si me hanë gjendën se ç'është është teu qeverisë, por 200 rroga kanë pas, sipas kryetarit të ri, 200 personel ka pas komuna, kur ka ardhur ky as 2 vete se ka pa mbrada. Nuk ku mujt me kon më marr aty. Unë çoesha letra, merra me mentin, 11 lutje ka quba se Xhelal Zanzibar për destinimin e tokës, 11 lutje. Muj me qenë i gabuar, ndoshta prej 9 deri 11, asnjëherë nuk ka ardhur një inspektor. Me na thonë, prit një pak. E tash jemi të qartë. Tash kemi ne sportista, artista që dënë me ble shtëpia, mu bashku një komunitet artista, sportista. E din ta artista, ta njerëz që i kanë ble villa që janë bo ndërtime pa leje në atë zonë, a i ke njoftu? Ne kemi përkthy sikur vendi, domethënë si çdo ku. Ju e keni edhe një restorant ato, a është dashur me një leje veçantë? Nuk është restoran ajo. Nuk është restoran. Ajo ne kemi menduar që me bë katën e parë për lodrat e fëmijëve. Edhe tani më bo si studio, kuptoni që një dhomë edhe një studio themë në Zvicër. Ju e keni prezentu në rrjetet sociale si restorant? Po shiko, është gabimi im, e kam prezentu që do të bëhet restoran, por unë e kam mendu 14 dhoma më bo, edhe mi shit tani më vonë kur do të bëhet, me mërë me... Po për atë objekt që është më i madh se villa, ta është dashur me lyp në leje të veçanta, jeni interesu për atë objekt? Nuk jemi interesu, domethënë e keni të drejtën këtu, por nuk e kemi mendu që me bo restoran, e kemi mendu që me bo sikur, domethënë banesa një dhomëshe. Jo e keni reklamur, alesh se restoran. Është gabimi im, e pranoj gabimin, sepse njeri gabon, nuk gabon Zoti. E kështu me radhë, kjo është ajo. Shqyqe që po ecë. Veç me i respektu ligjet, Labinot, se shumë mirë që po bëhet, veç me i respektu ligjet. Gjemi lejet Prishtinë. Gjysën e Prishtinës, se kanë leje, unë përgjigjna me jetëme.
Askush nuk ju tha, derisa ju ndërtut, mos ndërto se pa leje s'ban me ndërtu. Ju vetë personalisht a mendojshi që s'ban me ndërtu pa leje? Falë, a punoj unë në komunë? A marrë unë në rrogar nga komuna? Ata du të më kap këtë qëto letër, me thonë, hajde bra, hajde përqafoj, vetëm ndërto. Vetëm eja në të vinë paret, në të ecë Kosova për para, ecë, a disa, me thonë, nuk jam unë që punoj aty, se nuk marrë rrugën prej atyre. Unë investoj, edhe kjo, po mbi gjitha tash po bëhet edhe tokë dërtimore, deri shtator, këtë makreshi. E kemi një akt akuzë aktive nga prokuroria themelore në Gjelan. Çka po pritni prej kësaj, janë intervistu? Po, patjetër. Jam intervistu shumë mirë, që janë këta. Unë besoj që na do të fitojmë këto, sepse ne është favorin tonë. Dhe as besa as avokat s'ka nevojë me ardhë, sepse ne kemi gjitha letra që e kemi dërgu komunës, tash unë nuk jam polis, unë nëse nuk më nalin policia, unë e pi edhe që s'po përdori alkoolin, po me qenë se thojse, bëm i pit total, edhe eci vend 40 në orë, eci 250, i shkelin i po, që ajo është shteti që me mdal, e me mdenu, edhe me ku, sepse ne vedisohemi ashtut kur denohemi. A mundesh më dërgu kërkesën për herë të parë kur e keni dërgu në komunë për ndërtimin? Jo, nuk e kam, ato e kam një vendim që u ka refuzuar. Po do t'ju dërgojmë për mas e-mailit ose avokatin im ose... Me po datën. Edhe çfarë date saktë, ju kujtohet kur keni nisë ndërtimin? Ne kemi nisë më duket në shkurt apo mars 2021. 2021. Dhe dokumenti që e keni dërgu kërkesën për ndrim destinimit ka qenë para asaj date. Patjetër, janar, më duket dhjetor, në fund dhjetor 2020 apo janar 2021. Labinot Regja përmend në inqizim se i ka dhënë 20.000 euro vëllait të ish kryetarit të Novobërdës. Labinoti është një akuzuar për ndërtimin e 130 villave pa leje në zonën e Novobërdës. Faktet tregojnë që vëllezërit Ivanović që qeverisën në komunë nuk i bën kallëzim penal për ndërtime pa leje Regjës. Parat që pretendohet se janë në formë të HOS, sipas Labinot Regjës, u dorëzuan nga ortaku i tij në atë kohë, Bekim Hallaçi. Ky i fundit nuk pranon të intervistohet në kamerë për këtë pretendim, mirëpo në një bisedë telefonike e mohon që kjo situatë të ketë ndodhur. Bekim, doshta me ta bo një pyetje se gjatë rrugës që e kemi këshyrë që të punën, është përmend emri juaj që jeni taku me Stretenin tek dhe keni dhënë disa para, 20.000 euro cash. Dhe ishta veç me të pyet çu ka ndodhur. Unë para Stretenin si ku ndonë ku far para. Nuk e ke taku asnjëherë Stretenin, vllaun e ish kryetarit? E kena taku se e kena njoft aty si kryetar, po para si ku ndonë atina. Asnjëherë takime që ka ndodhur, jo ka dhënë Labinotit? Jo. Sepse kom bisedu me Labinotin, ai më ka tregu domethënë që i kanë nxjerr parët, cash, ka edhe një flet që i kanë nxjerr, dhe që ja keni dhënë, ai thotë që ja keni dhënë në formë huazimi, për m'ja u kthy. Jo. Unë asti pare s'kom dhënë Stretenin. Asnjëherë si ni taku për çështë çështjen e pareve me Që çështje jo, jena taku në shoqërisë krejt që aty në si me Labinotin bashkë, do të thonë komunë aty kur janë shkuar ekstrem. Po thoni që s'ja u ka dhënë asnjëherë Labinoti 20.000 euro për m'ia çu Stretenit. Jo. Unë parë nuk ka kuma më shtë Labinotit, po unë jo. Për ta sqaruar situatën, ne kemi tentuar të marrim qendrim edhe nga Svetislav Ivanović dhe Sreten Ivanović. Të dy vëllezërit nuk janë përgjigjur. Poqa për ndërtuesit ilegal nisi të prishur kur në Novobërd ndryshoi pushteti. Qeverisja drejtuar nga Sasha Milošević ushtroi kallëzim penal për ndërtime ilegale ndaj Labinot Regjës dhe Bekim Hallaçit. Mbi të dhënat e këtij kallëzimi penal, prokuroria e Gjelanit ngriti një akt akuzë për dy ndërtuesit,
Po çka bie në sy është që prokuroria në asnjë moment nuk ka kërkuar llogari për zyrtarët e komunës, të cilat lejuan ndërtimin e hiç më pak se 130 villave ilegale. Të dhëna tregojnë që prokuroria nuk intervistoi as zyrtarët që ishin të thirrur për të ndalur këto ndërtime pa leje. Sa i përket vepra penale kundër mjedisit, prokurori i shtetit i ka dhënë rëndësi të posaçme, duke marrë parasysh natyrën e ndjeshme të këtyre veprave penale, ku në secilin prokurori kanë emëruar nga një koordinator për veprat penale që janë kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore, ku në kuadër këtyre veprave penale trajtojmë edhe ndërtimet pa leje. Në cilin vitesh janë themelu këto? Me sa më kujtohet, caktimi i koordinatorëve nëpër prokurori është bërë prej vitit kaluar. Ndërsa në Prokurorinë Themelore në Gjilan jemi mundu që mi dhënë rëndësi të veçantë këtyre veprave penale, pasi që kemi të bëjmë me mjedisin, edhe kemi themeluar grupin punues për institucioneve përkatëse të regionit të Gjilanit. E tash jemi në fazën e përgatitjes së planit të veprimit për hapat e mëtutjeshëm. Vitet fundet prokurorët janë pa ndërtime pa leje në Nëvëbërd, në rajonin e Nëvëbërdës. Sa akte akuze janë ngrit nga prokuroria themelore në Gjilan kundër ndërtuesve pa leje? Zona e Nëvëbërdës është sikur zonat e tjera, nuk është zonë e mbrojtur, përveç Kalasa e Nëvëbërdës që është zonë e mbrojtur me mbrojtje të veçantë. Trajtimi është bërë njësoj gjithë regionin e Gjilanit. Rastet kur kanë sjell inspektorët e ndërtimit kanë sjell kallëzimet penale në prokurori, ato janë trajtu në mënyrën më të mirë të mundshme, bazë prova që janë dhe ju ngrit akte akuzat. Po në veçantë të zonës së Nëvëbërdës nuk i kam statistikat, po ato janë me vite ku në gjithë regionin e Gjilanit gjatë vitit 2023 i kemi trajtu 24, i kemi ngrit 24 akte akuza, 2024-ën 43 akte akuza dhe 2025-ën tim tani kemi 18 akte akuza. Kur ngritni një akt akuzë, prokurore, a kërkoni edhe rënimin e këtyre ndërtimeve pa leje, pra ka konstatime, raportet inspekcionit që tregojnë që ka ndërtim pa leje. Si vepron prokuroria në këto raste? Ka raste në cilat i kërkojmë edhe rënimin e objekteve, po të jënë varet për rasteve specifike. Hetimet a zhvillohen vetëm ndaj personit që e bën ndërtimin, apo zgjerohet edhe përgjegjësisht, po nëse ka pas neglizhencë për institucioneve komunale në këtë rast? Në moment që vjen kallëzimi penal në prokurori, prokurori e vlerëson lëndën pas prova që i ka dhe aty e vlerëson a duhet ndaj pronajt të objektit apo investitorit, se ashtu janë parapam edhe me ligj që kemi të drejtë edhe ndaj personat të tjerë cilët janë përgjithë që fillojnë ndërtimet pa leje. Prokurore, njëri prej personave që ka akt akuzë është Labina Tregja në Nëvëbërd. Ai, siç përmendet edhe në akt akuzë, përmend ish kryetarin e komunës që thotë që më kanë premtuar që do të ketë leje, ndërkohë janë 120 villa pa leje. Në këso raste, prokuroria a duhet me nis hetimin edhe për persona të tjerë, zyrtar publik që janë përgjegjës për ndërtimet pa leje? Prokurori me përgjegjësitë e veta për te asaj lëndës që i paraqit që i dorëzohet, ka për obligim ligjor për me dalë për te lëndës që e ka. Por këto janë vetëm pretendime të palës. Po nëse prokurori që e ka lëndën e vlerëson që ka dyshime për ndonjë zyrtar, atëherë mirën veprimet shtesë të nevojshme që ka nevojë. Po, në kështë situata do duhej me u interesu edhe për zyrtar publik që janë përgjegjës sigurisht. Sepse unë kam pa edhe raportet të auditorit të brendshëm, shembull në Ministritë Bujqësisë, ku thuhet që ka pas ndikime te Inspektorati Qendror i pyjeve për këtë punë. Çto a do të mikqyr prokurori i rastit? Po nëse ka dyshime, atëherë lajmërohet edhe inicion, autorizon policia ose prokurori e trajton lëndën. Ti kthehemi problemit në fillim. Për të qenë të qartë, prokuroria Manastiri nuk e ka hetuar lëndën. Prokuroria e rastit nuk ka pranuar të intervistohet për performancën e saj në hetimin e këtij rasti. Janë një varg provës të cilat konstatohen se nuk janë përdorur për të hetuar këtë çështje. Për shembull, Kallëzo Përnime ka siguruar një raport të brendshëm të auditorit
të Agjencisë së Pyjeve të Kosovës, i cili mbon datën 18 nëntor 2021. Në raport është trajtuar edhe rasti ndërtimeve pa leje në Novobërd. Siç përshkruhet në raport, inspektorët e rajonit të Gjilanit kishin dalë në teren, ku ishin takuar edhe me autoritete komunale. Siç thuhet në raport, inspektorët kishin bërë edhe proces verbal dhe me anë të një vendimi kishin kërkuar të formohet një komision për të verifikuar të gjitha ndërtimet që janë bërë dhe janë duke ndodhur në prona private për villa. Raporti konstatoi se nuk ishte zbatuar ligji. Dyshohet se nuk është zbatuar legjislacioni në fuqi në këtë rast në momentin e konstatimit të inspektorëve se pronarët nuk kanë përfillur asnjë procedurë ligjore. Është dashur të merren të gjitha veprimet që të ndërpritet çdo ndërtim pa leje, i cili nuk plotëson kriteret dhe nuk posedon dokumentacion paraprak. Sa i përket prerjes së pyjeve dhe dëmtimit të tokës pujore dhe të merren masa konkrete sipas kompetencave të inspektoratit dhe legjislacionit në fuqi. Tutje, në rekomandimet e raportit, thuhet se drejtori i Inspektoratit Qendror të Pyjeve, Besim Zogu, ka ushtruar ndikim tek inspektorët. Ta lexojmë se çka thot auditimi i brendshëm. Auditimi përpërcjellë do të kishte vazhdimsi deri në evitimin e parregullsive në drejtorinë qendrore të Inspektoratit për Pylltari dhe Gjuetinë e Agjencinë Pyjore të Kosovës, por për shkak të dyshimeve të bazuara për veprime kundërligjore, keqpërdorim të detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar nga ana e drejtoratit të Inspektoratit gjithsesisht, ndërhyrje, pengimi dhe ushtrim ndikimi në punën e Inspektoratit të Drejtorisë, mos respektim të ligjeve dhe udhëzimeve administrative për marrjen e masave sipas kompetencave ligjore të drejtorisë për Pylltari dhe Gjueti, veprime këto të cilat kanë shkaktuar dhe shkaktojnë dëme të mëdha në sektorin e Pylltarisë dhe Gjuetisë, ndërprehet procedura e auditimit për përcjellje me tutje. Për të gjitha këto gjetje, ne kemi telefonuar vetë kryeinspektorin e Pylltarisë, zotin Besim Zogu. Ai nuk ka pranuar të flasë para kamerës së kallëzo për një me, por përmes telefonit ka dhënë disa shpjegime për rastin të cilën e kemi hulumtuar. Ta dëgjojmë zotin Zogu. Apo bisedojmë me zotin Besim Zogu? Po, Besim. Zotin Zogu, jam Valon Fana Potiri prej kallëzo.com, si e? Kom dërgu një kërkesë për intervistë, po nuk kom marrë përgjigje pozitive. Në fakt është të zyra për informim aja që na i rregullon për i koordinon këtu. Pa ata më thanë një herë që po dënë me fol, mas ne jam treguar që jo nuk keni pranu me fol. Ja, u varet për zyrës për informim, ato veç nëse është interes për gjitha dokumentacionet që keni kërkuar apo ndërkuar, kështu që nuk kam edhe diçka tjetër çka na dhon intervistë. Zoti Zogu, ne e kam një pyetje rreth rastit në Makresh. Atje në raport të brendshëm të auditorit thuhet që inspektorët nuk e kanë bën ndalimin e punimeve sipas ligjit për inspektoratin qendror. A është dashur me vepru inspektorët me ndal punën kur janë shkuar në vend ngjarjes? Jo, mos në metodën të raporti auditimit të sociale për auditimit që është devijuar. E ke parë se tim që është devijuar. Parashë se të që të saj e auditorës me e kemë zonë të qëtë rrumë në kamion zërtarë për gjave të tyne, po me se të inspektorat e ka vritë për në vetë, sepse që se dërtimit nuk është qështë inspektoratit po në është inspektorat në timit. Jo, është çështje është tokë pyjore, apo në këso rasta, do të inspektori me vepru? Po ka vepru inspektori, sa i përket ndërrimit destinimit, jo për shkak ndërrimit, në ndërrimit. Po, për shkak ndërrimit destinimit, nuk ka pas pëlqem. Ndërrimin e destinimit na kena drejtuar, kena obligu komunën me vendim që me procedurë gjithë kanë përgjigata dhe kena obligu që më marrë të çështën e cilën inspektorët komunal. Po e kum pa që ligji nuk e specifikon sepse inspektorët më kanë thonë tokë private nuk bën nuk mundemi na me pas me veprime për me ndal palën me prej pyllën. Në këtë rast a vlen kjo në tokë private publika, ka ndaj nen ligji që e specifikon? Po, se ligji për pyetje specifikon qartë, domethënë që policinë e mbrojtjes, prona private pa pronari privat, jo inspektori. Astroja. Po në rastet të tjera inspektorët i kanë nal palë kur kanë pre pyje ilegale edhe pse e ka pas tokë private. Pse në këtë rast nuk ka vlejt? Nuk ka pre ilegale për të ndërru në pyje privat pre ilegale.
Pra mundet gjithkush me prej pyllën pa pas leje paraprake, apo më thoni çto? Pa procedurë, ai prej pa procedurë, jo prej ilegale, da ban prej ilegale, prej pa procedurë. Ka pas leje, kam kem ato diçka. Po kur e shkel, zoti Zogu, kur e shkel procedurën, çfarë konsiderohet kjo? Duke të jetë të intervistë, po pyetje. Unë doshta sqarime se ju nuk keni pranuar me dhënë intervistë, e këtu në raport gjithashtu thuhet që ju keni ushtru ndërhyrje, pengim, ushtrim ndikimi te puna e inspektorëve. Inderu, diçka që keni pas me shkret, madje pse leon që ju po pretendoni si shembull, po keni thënë gazetarëve se keni punën e juve, çfarë puna juve është ajo që ne si të vënë, gjithçka do unë kur just kam kundërshtim me punën e gazetarëve, veç më punën e gazetarëve. Po veç ne kam me punën e gazetarëve. Edhe këto dilema që ju po ju trajtu për organe kompetente, keni pas me shkret. Jem trajtu për organe, ato pretendime që ti po i thonë dikush që ka pas i ka dërguar organe kompetente, te prokuroria, te tosia dhe këtë çka është shkryt. Kur ai nuk e ka lejen, edhe shkon roja pyllet, inspektori qendror, çka do të më veprojë në çështë situata? Në rast kur ai e has për shembull, në këtë rast, se fillin do rast, që e has për shembull, edhe në rrugë, që e konstatojnë nështë me kamionat tonë me 50 metra kub, ku nuk unam në verifiku që është prej në pronë shtetërore, atë shkon në shtetaqitje kundërvaqe, jo vepër penale. Kush e ban këtë veprim? Cili inspektor? Inspektorati qendror apo ai edhe a ndalon çat prerje ilegale, çat prerjen e pa rregullt? A duhet me ndalu? Po thonë, ai e ndalon të prerje, rrojtori. E pse në këtë rast nuk e ka ndalu? Po s'ka hasë të prej pyllën për rrojtim dërum sa. Se ka hasë të prej pyllën që shtë ndalu. Aha, po e ka po që e ka prej edhe pas një dokument. E ka po që kjo është dërgu veç për shka të dërimit destinimit. Nuk ka pas procedura të dërimit destinimit. Në dorë, kam një raport të auditorit të mbrëmshëm të Agjencisë së Pyjeve të Kosovës. Këtu shkruhet qartë se inspektoriati i pyjeve kishte heshtur para prerjes së pyjeve. Përgjegjës për të ndalur dëmtimin e pyllit në zonën ku po ndërtonte Labino Tregja ishin inspektorët qendror Zaher Maloku e Bajram Spahiu. Jam Balon Fona, po thiri prej kallxo.com. Zëni Bajram, jam duke trajtu një rast të ndërtimeve pa leje në Makresh të Novobërdës. Edhe kum po që i keni dhënë disa deklarata në një raport mbrëmshëm të Agjencisë së Pyjeve. Jam interesuar me marr disa detaje çka ka ndodhur, pse si ndal punimet kur i shkuan vendin e ngjarjes atje në Makresh. Keni pa ndërtime pa leje? Dëgjoj. Sepse keni mundësi, vetëm ju drejtu ministrit se ne nuk mundna me vënë deklarata si inspektor, jo ministri që japi deklarata. Ose për ndryshe mund të hap numrin e drejtorit, kënë me drejtoresh aty. Po, edhe drejtorin e folën, po ju keni qenë konkretisht atje personalisht, dhe deshta veç me ditë. Në rregull, po ne nuk mund me vënë se e kem gjashtu, vetëm do vënë sot terën e leje, unë nuk se po nuk e kam leje. Po, praktike na e keni kur sheni ndërtime pa leje në tokë pyjore me vnu shiritin? Ato jetë provë private. Po, edhe në raste të tilla, e thot ligji që duhet me vepru? Dëgjoj, për provë private, është ligji që i rregullon tokat bujqësore. Sakt, po. Provë private ne edhe ndërtim pa leje që po të mos sa i takon të gjithë që nuk ka për tokët pyjore, vetëm një procedurë kundërvajtje se është provë private. Me qenë provë shtetërore që menaxhojmë na, që inspektojmë na, është procedurë tjetër. E bën kemi 3 procedurat tona. Kemi obligu komunën me identifiku dhe janë marrë gjitha fonda, jemi inicu të më thonë gjithë procedurë kundërvajtje. Raporti auditorit thotë që jo është dasht me vepru sipas ligjit, nenit për inspektoratin e pyjor qendror edhe me i ndal punimet sepse ka pas domethënë ndërtim pa leje, pa pas pëlqim paraprak për ndrim destinimit tokës. Dëgjoj, unë am informacion më shumë s'mund t'jap, çfarë kesh i drejtohesh, kush është se nuk e di përbes për ministrin fuqisas kush është do vëmë që jetë përbesja. Ose drejtori tet. E kum po që keni dhënë disa si me ato deklarata të një raporti auditorit mbrëmshëm të Agjencia e Pyjeve. Edhe jam të trajtu në veçanti 2 raste për ndërtime pa leje në Makresh. Besoj po ju kujtohet rasti i ndërtimeve të vilave atje. Nuk janë nësa jemi në
ngjarje janë afër 100 raste që kanë ngrit pati komuna, njësia komunale. Po, në faktikisht ka bo kallëzim penal, mandej prokuroria ka ngrit një akt akuz. Jo, kallëzim penal s'ka, unë janë në tukat private, kundërvote kanë gjithë njësia për të ajisë. E çka ka ndodhur kështu veç me të pyet pse nuk janë ndal? Ata janë ngjarje ma hallfest, ata kanë ngritë procedurat dhe kanë evidencën. Zotni Zaher, jo kur jeni shku, pse si keni ndal punimet sipas ligjit, domethënë me qit sheritat? Për këtë punë kemi vendime, kemi ato, ma hallfest shkon të gjithë njerëzvesh. Po, a është praktike juja me qit sheritin, me ndal punimet kur ka ndërhyrje tilla në tokë pyjore? Po, shërti ma hallfest kush është kompetent për atë, kaloni një ditë e një. A mund është lutem detaje me na dhon? Në ndërkohë, gjatë hulumtimit të rastit, ne kemi siguruar një raport i cili mban datën 18/12/2020, e Kula Binot Rexha urdhërohej që të ndalte punimet. Në të kundërtën, sipas aktvendimit të drejtorisë së inspeksionit, ndërtimet do të rënoheshin. Në atë kohë Rexha kishte nisur ndërtimin e 30 villave, ndërsa ndërtimet nuk u ndalen asnjëherë, as villat nuk u rënuan. Nënshkruesi i këtij dokumenti është ish drejtori i inspeksionit në komunën e Nevëbërdës, Xhevat Mehmeti. Unë e kam telefonuar zotin Mehmetin për ta konfirmuar vërtetësinë e këtij aktvendimi. Ta dëgjojmë bisedën. Jam Valon Fona, gazetar në kallza.com. Ma herët jeni konë në drejtoritë e inspeksionit, apo? Po. Edhe posh një vendim për disa villat të Labinot Rexhës që e keni nxjerr në 2020-ën, që e keni urdhëruar ndalimin e ndërtimit. Mu veç po më intereson, a ka pas naj veprim kështu, apo ai se ka duket sa ku morr informacione se ka zbatuar që ato urdhëres ju janë. Po ai me pas zbatuar nëse ai si kishte ndërtu. Jo, e keni adresu të organet e rendit? Nuk kom nevojë në që të organet e rendit. Unë kom bërë vendimin, ja kom tani punën e të nej. Punën e tina shkëravo, organet e rendit të vetë komuna, unë e me nejqështë. Po, vendimin e keni dërzuar edhe Labinotët, sepse ai ka thonë që asnjëherë s'kan qenë inspektorët, nuk është ndalu kur puna e tij. Po, ai rrencat qysh jetojnë, me rrena. Ju personalisht ja keni dhënë vendimin, apo zyrtar tjerë? Po, kom harru unë shka kanë bërë, po sigurisht që ja kena dhënë, diçka absurde, mos me morë vendimin. E në qëse situata, qka do të me bo tutje komuna, cila është përgjegjësia e komunës? Isha me thonë, nuk jam më drejtori i inspekcionit për që ta e kom lënë të krish për të deloshe. E kom lënë në tash përgjegjësia e komunës s'di. Nuk të ko kompetencë. A ka pas edhe foto në vend ngjarjes, a janë vënu shiritat për qëtë rast? A ju kujtohet? Nuk di se shirita drejtori nuk vran, inspektori vran, inspektor s'kena pas atë. Ju qështë e keni marrë vendimin? Kush e ka posë? Ato thuhet që ka ndodhur një inspektim në vend ngjarjes. Vendimin e kom marrë unë, se jam drejtor, unë kom të drejtë, kom pas të drejtë me marrë vendim, a shirita me mnu, ose me proces verbal, drejtori s'guza me mu. Me legje po në qështë. Po ju keni thonë atë që ka pas inspektim vend ngjarjes. A ka pas, a s'ka pas inspektor? Unë s'kom thonë, se am kiniti që kom thonë una? Në vendim. Nuk e dia, ke lexuar ti vendimin? Po. Po nëse e ke lexuar pas ka pas tysh. Thot, me datën 15/12/2020 kemi inspektuar fshatin Makeresh të komunës së Nevëbërdës dhe kemi vërejtur se... Po sigurisht që pas me inspektuar se kina harru që 5 vjetash. Nashta kemi inspektuar. Nashta, okej. Do të thotë s'po jeni sigurt. Për që ata doshta me u thirr, me u pyet, me verifiku. Unë polici betyme të kallëzuar me sigurtacion. Po jo bre, unë jam gazetar, ju bëj pyetje. Ki vendimin me lexu ti tash am polici, jo mëna. Jo, unë pyetje bre, i nderuam. Vetëm sa me post të qartë shikues të nderuar. Mos zbatimi i urdhëresave të tilla është vepër penale, por të dhënat na tregojnë që askush në komunë nuk u thirr në përgjegjësi nga prokuroria për të sqaruar se pse u tolerua ndërtimi edhe i 100 villave të tjera. Faktet janë të qarta. Ndërtuesi, i cili prokuroria e quan ilegal, pretendon se i kishte dhënë para vëllait të kryetarit, rreth 20.000 euro, pretendohet se u dhan borxh.
Në krejt situatën, komuna në Vëbërdës nuk ndërmori veprime për rënime. Situata është edhe më problematike, sepse gjatë hetimit, prokuroria nuk kërkoi llogari nga pushtetarët, por vetëm nga ndërtuesit, të cilët i akuzoi për ndërtim pa leje. Të dhënat të tjera kemi siguruar edhe në zonën tjetër të Novobërdës. Për postdosës së Labinot Regjës, në këtë zonë është edhe një dosje tjetër e ndërtimeve ilegale. Afër Makreshit të Epërm është fshati Klobokar. Në këtë fshat të Novobërdës është ndërtuar një lagje me rreth 35 vila. Pronari kësaj lagje është Valon Ramushi. Edhe në këtë rast, ndërtimet janë zhvilluar pa u pajisur me leje ndërtimore. Kemi zbuluar që Valon Ramushi është dënuar nga gjykata themelore në Gjilan, Dega në Novobërd, për veprën penale ndërtim pa leje. Besoni ose jo, për 35 vila, ai është dënuar me 2.200 euro gjobë. Sipas kodit penal të Kosovës, për këto vepra, dënimet janë deri në 3 vite burgim, por gjykata në Novobërd gjeti rrethona lehtësuese për ta dënuar me vetëm 2.200 euro ndërtuesin Ramushi. Në rrethonat lehtësuese të cilat i përmend gjykata, ekipi ynë gjeti një fakt interesant. Po e lexoj çka shkruan në vendimin e gjykatës që e mbon datën 3/4/2024. Po ashtu gjykata pati parasysh edhe faktin se i njëjti ka bërë ndërrimin e destinimit të tokës, nga toka bujqësore në tokë ndërtimore. Pastaj ka parashtruar kërkesë për t'u pajisur me leje ndërtimore, po ende nuk ka marrë përgjigje prej organeve kompetente. Pra, sipas konstatimit të gjykatës, para ndërtimit, Valon Ramushi kishte bërë ndryshimin e destinimit të tokës. Kemi tentuar me gjetë këtë vendim. Prokuroria e Gjilanit na ka dërguar një vendim të Kuvendit Komunal me datë 06/12/2023, i cili tregon për destinimin e tokës së Valon Ramushit për disa parcela. Por, ekipi ynë gjeti se gjatë marrjes së këtij vendimi kishte shkelje ligjore. Sipas legjislacionit në fuqi, çdo vendim i Kuvendit Komunal duhet të shkojë në Ministrinë e Administrimit dhe Pushtetit Lokal për të bërë vlerësimin e ligjshmërisë. Më 30 prill 2025, MAPL përmes një përgjigje me shkrim konfirmon për kallëzo për nime që ka pranuar vendimin e Kuvendit Komunal të Novobërdës. MAPL e kishte dërguar me 18/12/2023 sipas obligimeve ligjore për vlerësim të ligjshmërisë tek Ministria e Linjes, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Ky dokument i Kuvendit Komunal të Novobërdës ishte fshehur në sirtaret e Ministrisë së Bujqësisë. Këtë fakt e konstatojmë pasi vetëm kur ekipi ynë është interesuar, Ministria e Bujqësisë ka ndërmarrë veprime. Kur MAPL më ka tregu që vendimi ka shkuar në Ministri të Bujqësisë, unë me 30 prill 2025 i kam kërkuar sqarime Ministrisë së Bujqësisë për këtë vendim. Besoni ose jo, me 7 maj 2025, vetëm pasi i kam kërkuar Ministrisë sqarime, ata kanë vendosur ta shpallin të pavlefshëm vendimin e komunës së Novobërdës. Pra, përgjigjja e Ministrisë për të konstatuar që vendimi i Kuvendit Komunal ishte në kundërshtim me ligjin për tokën bujqësore u dha me vonesë prej 1 viti e 4 muaj e 18 ditëve. Përgjigjja, sipas vetë Ministrisë, ishte ardhur vetëm pas interesimit të kallëzo për nime. Kjo kërkesë, siç ju kemi njoftuar edhe më herët, nuk është adresuar me kohë tek zyrtarët kompetent për shkak të disa pengesave të natyrës administrative dhe rrjedhës së brendshme të dokumentacionit, si dhe në mungesë të ndonjë iniciative shtesë nga Komuna e Novobërdës apo MAPL-ja për të kërkuar sqarime shtesë lidhur me çështjen përkatëse, ka mbetur pa u trajtuar. Vendimi aprovuar nga Kuvendi i Komunës së Novobërdës i datës 30 nëntor 2023 është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi sepse me planin zhvillimor komunal është paraparë si tokë bujqësore dhe nuk është e lejuar për ndërtim, andaj është e planifikuar si tokë bujqësore, në të cilën nuk lejohet ndërtimi, pra gjendet brenda zonës bujqësore dhe rrjedhimisht nuk lejohet ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore në tokë ndërtimore. Pra, shikues të nderuar, Ministria që udhëhiqet nga Faton Peci ka neglizhuar komplet shkresat e dorëzuara nga Ministria e Pushtetit Lokal.
Në ndërkohë, në gjykatë, për shkak të kësaj neglizhence, ndërtuesi ka marrë rrethana lehtësuese. Madje, kjo situatë është përdorur edhe për të marrë leje ndërtimi. E kompanie aktgjykim, jeni dënuar për ndërtim pa leje. Edhe do të thotë aktgjykimi është i datës 3/04/2024 për ndërtimet e villave, besoj në vëbërd jeni gjeni. Edhe e kemi vrejtë që një vendim i Kuvendit Komunal për destinim të tokës, që ju e keni dorëzuar në gjykata dhe në prokurori. Kemi po që masnej është i palegjshëm, është bo ligjëmeria nga Ministria e Bujqësisë. Edhe një lutëm vendimi i Kuvendit Komunal është do i palegjshëm? Po, do të thotë vendimet e Kuvendit Komunal shkojnë në MAPL, në Ministri për Ligjëmëri. Në këtë rast, MAPL-ja e ka dërguar te Ministria e Linjes, për shkak se atje është Agjencia e Pyjeve. Edhe mirë po Ministria e Bujqësisë nuk e ka kthy përgjigjen derisa siç na kanë konfirmuar ata, jemi interesuar ne. Edhe kur e kanë nxjerrë tash sfundmi vendimin, ata konstatojnë që është i pabazuar në legjislacion, edhe i njëjti është i pavlefshëm vendimi i Kuvendit Komunal. E pyetja jonë është, ju e keni dorëzuar vetë këtë vendim në gjykata dhe në prokuroria, po? Na kemi dorëzuar, konstitucional në vitin 2022. Para se që në fillu punimet, na kemi bo kërkesë për i destinim. Mirë po, prona jonë, toka jonë, nuk është në Ministrisë të Pilltarisë. Ajo është tokë pojësore, e kthyer në tokë ndërtimore. Po të bëjnë në tokë pyjore, absolut. Po, unë e kum po që kërkesat i keni bo në Ministri, domethënë në Kuvend Komunal, i keni quajtur edhe kërkesën, edhe ata ja u kanë kthy vendimin, e kanë bo ridestinimin, por të gjitha këto shkojnë pastaj për ligjëmëri në ministri. Fati ligjëmerisë është 30 ditë. Kthimi i përgjigjes nga Ministria Ministria e Planifikimit Mjedisit, nëse zgjavoj. Është Ministria në këtë rast e Bujqësisë. E Bujqësisë, nuk e di tash. Po, fati ligjor është domethënë, fati ligjor është 30 ditë. Ju aktualisht a keni leje, ajo kanë dhënë leje? Po i kemi leje, kemi kushte me këtë, në matë që kemi këthy, kemi zirë leje. Edhe lejet ndërtimore ju kanë shua, po? Po i kemi leje ndërtimore, kemi kushte ndërtimore, kemi gjithçka prej momenti që kemi këthy, kemi bërë destinimi, kemi pajisur me këtë. Po, se vendimi thot në fakt, kur ma kanë kthy ministria, kanë thonë që Ministria vlerëson se akti komunës është në kundërshtim me dispozitat ligjore, këtu i kanë dhënë edhe shpjegimet edhe kanë referuar legjislacionit, edhe masnej më kanë treguar që është juridikisht nuk mundet me u përdor, nuk mundet me u lshu leje komunale sepse nuk janë ndjek hapat ligjor sipas tyre nga Kuvendi Komunal. E mu më interesoj me di, domethënë ju e keni ditë që do të me pas çaj vendim ligjshmëri kur e keni dorëzuar. Se keni ditë asnjëherë nuk po për te e për ndëgjoj, edhe nuk jam informuar me këto çka për të. Unë deri që moment e di që jem gjithçka në rregull, sa i përket ndërrimit destinimit, procedura kushte ndërtimore, leje ndërtimore, na e dim që jem në rregull. Mirë po, aty duhet me kthyer mbas anës juridike, ti po thua që është na duhet me ulëm këto. Po, unë kam besoj tash edhe Kuvendi Komunal ju ka përcjell prej anës ministrisë. As nuk jem të informuar përmes e-mailës elektronike, as me shkrim, as me post, as me çfarë gjë të na informohet për posteje nuk kem poste. Ju po thoni se kena ditë, a jeni këshilluar me avokatin kur e keni dorëzuar vendimin tek gjykata dhe prokuroria që do të me pas ligjshmëri? Po në momentin që protokollon Kuvendi edhe ka dorëzuar ty atë nëse që është ligjshmëria, çfarë ligjshmërie në momentin tjetër? Është tje kërkohet e vendimet e Kuvendit Komunal, është rregulluar në kjo çështje, do të më shku në MAPL brenda një afati kohor, edhe MAPL-ja nxjerr një vendim. Shikues të nderuar, ne kemi dërguar pyetje edhe në komunën e Novobërdës për të pyetur nëse kanë pranuar vendimin e Ministrisë së Bujqësisë që vlerëson që vendimi i Kuvendit Komunal është në kundërshtim me ligjin. Po ashtu, kemi pyetur komunën nëse kanë lëshuar leje ndërtimore për Valon Ramushin, pasi i njëjti ka bërë ndrrimin e destinimit të tokës përmes Kuvendit Komunal.
por deri në publikimin e këtij ulëmtimi, ata nuk kanë kthyer përgjigje. Tutje, kemi dashur të kuptojmë se pse një vendim i kuvendit komunal që del të jetë i kundërligjshëm nuk u verifikua nga institucionet e drejtësisë, si gjykata dhe prokuroria. Fillimisht kam kërkuar përgjigje nga gjyqtari i cili e shkroi aktgjykimin duke u marrë për bazë edhe një dokument të paverifikuar si rrethon lehtësuese. Ta dëgjojmë bisedën me Sadri Krasniqin, gjyqtari pensionuar i gjykatës themelore në Gjilan. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Apo bisedoj me zotnin Sadri Krasniqi? Po, Gjyqtar si ja, jam mirë, apo ju pengoj diçka? jo, orman. Jam Valon Fon apo thirri nga kallxo.com. Po, orman. Gjyqtar jam, të e kemi marrë një aktgjykim që e keni marrë në 2024 ndaj një personit me emrin Valon Ramushi. Edhe e kemi analizu, kemi po që e keni marrë një dokument si të mirëqenë në aktgjykim. Është fjolla për një ndrim të destinimit tokës. E di që mundet mos m'ju kujtu për momentin, po unë veç deshta m'ju pyet se vendimi i kuvendit komunal për ndrimin e destinimit tokës ka dalë që është në kundërshtim me legjislacionin nga Ministria e Bujqësisë. Pra, është shkruar dokumenti i kuvendit komunal për ligjshmëri në MAPL. MAPL-ja e ka përcjell Ministritë e Bujqësisë dhe Ministria e Linjës. Ata pas një viti e 4 muajsh na kanë kthyr një përgjigje, kanë thonë që ka qenë i kundërligjshëm. Ndërkohë ju në aktgjykim e merrni si të mirëqenë, madje edhe si rrethon lehtësuese kur e keni marrë aktgjykim për rastin fjalë. Vallaj nuk po kujtohet rasti si rast, nuk po kujtohet. Tash jam pension që nga 4-5 muaj pikush. E di, gjyqtar që jeni në pension, po ndoshta më pyet, ju ai verifikoni çto dokumente kur i sillin poltë jo, me këqyra janë të lehtëshme, a kanë bazë ligjore, a kanë ligjshmërisë në këtë rast? Se janë, s'po kujtohet kur fa dokumente se da çdo sen të verifikojnë po nuk po kujtohet. Domethënë është vendim i kuvendit komunal në Novobërd për një tokë ku janë ndërtuar disa villa. Valon Ramushi ka qenë i akuzuar. Nuk më kujtohet. Po praktike na e keni ndjek me verifiku këto dokumente që i sillin poltë jo. Sigurisht e kemi verifikuar, po s'e kujtohet. Nuk më thuaj asgjë me thonë se nuk kujtohet se rast. Domethënë pas një vit e 4 muajsh neve na ka kthy Ministria e Bujqësisë edhe shprehimisht thonë që Ministria vlerëson se akti i komunës është në kundërshtim me dispozitat e legjislacionit fuqi. Pra ata kanë thonë që vendimi i kuvendit komunal nuk ka qenë në përputhje me ligjin, ndërsa ju në aktgjykim e keni para posi rrethon lehtësuese. Pra ato thuhet shprehimisht që gjykata po t'i parasysh faktin. Me thonë në bolë për rastit, nuk e di, s'mu kujtohet tash e rast, nuk e di. Tash jam pension, nuk kam qasje. A mundeni një intervistë me na dhon me na shpjegu se çka ka ndodhur? Jo, nuk mund të se s'mu kujtohet se rast, më falë. Po, a mundem mjau dërgu na të dhonat jo mu interesu, sepse kjo i bie që ju nuk e keni verifiku vendimin e kuvendit komunal. Në falë, unë s'kam qasje mua, se të lu. Po, veç, jo a e keni verifiku. Mundi me shku, është zëvanë se i gjykatës, mundi atje në kontaktu, shpjetari gjykatës, mos mundi atë gjënë tjetër. I kontaktojmë edhe ata gjyqtar, po e patë më rëndësi për juve me ditë praktike në juj në rastet të tilla i keni verifiku këto dokumente që u sjellin palët. Unë nuk e di çfarë dokumente jam kanë sjell palët, mos më kujtohet se rast ka kalu diku, çfarë s'mund të gjë. A mundem ja u dërgu aktgjykimin, ndoshta ju kujtohet kur të lexoni, ju e keni shkruar. I lutem në pension jam në fund një në të kratë. Po praktika juja ka qenë me verifiku këto dokumente? Unë nuk e di, po them, nuk e edhe në të them. Nuk e di çfarë dokumente s'më kujtohet si rast. Praktiken e kuvendet komunale kur i nxjerrin vendimet, ju zakonisht a e keni bë verifikimin e ligjshmërisë tyre? Po sigurisht e keni bën, po s'më kujtohet si rast. Nuk do të thonë edhe në herë, nuk kujtohet si rast, edhe unë e vëzhon shkatëra më tepër lidhur me këtë rast. Pro, po e dini që secili vendim i kuvendit komunal duhet me shku në Ministri të Administrimit edhe Pushtetit Lokal për ligjshmëri, apo? Po çdo informacion tjetër që ka nevojë mundi me të kontaktues zëvonëse të gjykatës, unë s'kam një tjetër. Në rregull, gjyqtar, faleminderit shumë. Çdo të mirë. Pra shikues të nderuar, gjyqtari që ka dalë në pension që 4-5 muaj
thot që i verifikojnë zakonisht dokumentet që dorëzohen nga palët, por në rastin konkret, ai thot se nuk i kujtohet. Ne kemi kërkuar sqarime edhe nga gjykata themelore në Gjilan, por ata nuk kanë pranuar të komentojnë rastin. Në aktgjykim përmendet prokuroria Kujtesa Fazliu që nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë së të akuzuarit. Siç merr vesh Kallëzo për një, prokuroria Kujtesa Fazliu e kishte përfaqësuar prokurorinë në ditën e shpalljes së aktgjykimit, ndërsa prokuroria që e ngriti akt akuzën ishte Leonora Kadriu. Kallëzo për një ka kërkuar të intervistoj Kujtesa Fazliun dhe Leonora Kadriun, por të njëjtat nuk janë përgjigjur ftesës. Një intervistë të shkurtër për këtë çështje ne e kemi zhvilluar me prokuroren Rosalinda Manastiri. Ta dëgjojmë. Po du me pyet edhe për një rast prokurore, një palë tjetër e ka bë destinimin e ndrimit tokës për ndërtimin e vilave në kuvend komunal të Novobërdës. Dokumentin e njëjtë ai e ka dorëzuar në prokurori si dokument dhe në gjykat. Gjykata e ka marrë si rrethon lehtësuese kur është bë aktgjykimi nga gjykata. Ndërkohë vendimi i kuvendit komunal nuk ka ligjshmëri nga MAPL-ja që zhdohet. Madje kur unë jam interesuar në Ministrinë e Bujqësisë, del që vendimi ka qenë i kundërligjshëm, edhe pse është kthyer në përgjigje dikon rreth 1 vit e 4 muaj me vonesë. A duhet me i kqyr prokurori i rastit dokumentet që i sjell pala, nëse janë të vlefshme ato? Ju po flisni për rast konkret, ato tash në qasjen mrenda Landës nuk i di si kanë qenë ato dokumentet, ato shkresa që janë depunuar në prokurori, po besoj që sigurisht prokurori me pas vredën e shka që është nuk ulshupen e institucionit konkret, sigurisht e kish trajtu edhe atë pjesë, po nëse gjykata e ka vlerësu ato si rrethon lehtësuese, ju që thatë, ajo është vendimi i gjykatës. Është pajtu edhe prokurori i rastit, në këtë rast ka thonë që dhe mos shprehjesht thotë që edhe prokurori i rastit është pajtu me qenë ky dokument, sepse unë e ku marr dokumentin realisht prej prokurorisë. Nuk e kontestoj ju e keni këshyr ato, pamasin s'kam qasjen Landë konkret, tash sigurisht ka qenë prej institucionit i lëshuar ai vendim. Po, prej kuvendit komunal. Po i njëjti do të më shkuën me APL për ligjshmëri. Po sigurisht Landa ka ardhur për lëndim për ndërtim pa leje, edhe prokurori që ka trajtu Landën e ka shikuar ka leje apo nuk ka leje. Ndërsa çështjet e tjera në mes të komunës konkrete të Novobërdës edhe të ministrisë, ato janë çështje të tjera. Ato që ata vetë me zveti i trajtojnë ato. Po në situatë tillë, prokurori nëse vëren që do të me pas vendimi i kuvendit komunal ligjshmëri, dhe ai po merret si rrethon lehtësuese, a duhet mu anku pastaj prokurori? Në gjykatë apelit me thonë që është i padrejtë aktgjykimi. Po vlerëson tash prokurori secili rastin e vet, e vlerëson edhe për çështjen e ankesës. Po në një situatë normale, është të dashur me bë këtë veprën prokurori kur del që është vendimi i palegjshëm i kuvendit komunal. Nëse ka një uri po. Nëse ka një uri. Nëse ka një uri po. A duhet me mu angazhu me pyet nëse është i lehtëshëm që si situata është veprim i rregullt i prokurorit me u interesu nëse janë të vlefshme dokumentet? Po tash më varë për rastit rrethanave, provat sa ka pas dëshmi Landa mbas aty edhe ka trajtu Landën. Shikues të nderuar, në Novobërd kemi konstatuar probleme serioze me ndërtimet pa leje. Pushtetar e ish pushtetar të komunës deri më tani kanë shpëtuar pa therrë në këmbë. Besim me shpresë që prokuroria dhe organet e tjera të ndërhyjnë për të kërkuar llogari dhe zbatuar ligjin. Ne kaq keshëm për sonte. Ju vazhdoni me na shkruani në kallëzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.